Shikues të respektuar, një ditë pas tërheqjes së kuponave shpërblyes të lojës së madhe shpërblyese të radio televizionit Uskana, që e organizoi në bashkëpunim me autoshkollën Jugofer Kumanov, arritën edhe shpërblyesit, fituesit e kuponave shpërblyes për bilet për në Stamboll, për TV Color dhe shpërblimin kryesor Jugo Coral 55 Tempo. Shpërblyesit apo fituesit e kësaj loje tani gjenden përpara ndërtesës së Radio Uskanës dhe për çdo çast i presim të vinë të marrin shpërblimet e tyre, por paraprakisht kuptohet që komisioni do të bëj verifikimin. Mëndeta, mirë se erdhët. Ju jeni fitues? A jeti e Radinja, Po, fshatë e Greshnis. me që ai nuk kishte mundësi të vijë deri këtu. Dhe që kuponi ky janë për Turqi. Mirë. Njështu deri në këtë rast kemi edhe fituesin e shpërblimit të 4, gjithsesi të televizorit Color. Na paraqitet Xhemal Spaju si pronari biletit shpërblis dhe nga verifikimi që bëm neve si komision, konstatojmë se punohet për biletin shpërblis me numër 002473. Si ndjeni tani? Po, jam i gëzuar. A do të merrni pjesë edhe në lojat e ardhshme të këtilla, kështu të kësaj? Do të marrim ala të pjesë të qëra të emisionit të... Pra urime dhe ju uroj sukses edhe në lojat e ardhshme. Faleminderit. Mirë dita. Mirë. Ju jeni... Kupon të shohim njëre, çka gjava me këtë. Nësa duket ju jeni pikërisht fituesi i shpërblimit kryesor i veturës Jugo Coral Tempo. Numri është 0096889. Ashtu duket. Atë tani duhet ta verifikoj komisioni. Ja, shikues të respektuar, ky është akti i dorëzim pranimit të shpërblimit kryesor Jugo Coral Tempo 55. Vetura është kjo, edhe pronari apo respektivisht fituesi i shpërblimit kryesor Jugo Coral është këtu. Zotni, tani merrni pjesë në aktin e dorëzim pranimit të shpërblimit kryesor Jugo Coral 55 Tempo. Këtë do të bëjë drejtori i radio televizionit Tuskana, Qamil Jusufi, të dorëzoj qelsat e veturës Jugo Coral 55, por paraprakisht e lusim atë të na thotë 2-3 fjalë rreth lojës së madhe shpërblyese të radio televizionit Tuskana në organizim të vetë këtij radiostacioni privat në bashkëpunim me autoshkollën Jugofer Kumanov. Zoti Qamil Urdhan. Më vjen mirë që loja shpërblyese e radio televizionit Tuskana u krye me sukses dhe ka qenë gjithë shka regulare, atë e vërteton edhe komisioni në fjalë dhe të gjithë fituesve të shpërblimeve kryesore u dëshiroj fat, posaçërisht fituesit të Jugo 55 Tempo. Ju tani e pranuat veturën Jugo Coral 55, qelsat e veturës. S'kam çfarë them. Di vetin të gëzuar si çdo njeri. Faleminderit. Juve ju dëshiroj sukses. Mendoj se s'ka pas kur gjao diçka mbas shpine si që folet në Kërçov, për shkak se unë as kam qenë prezent, vetëm i bleva ato kupona dhe i mbaj në xhep deri në momentin e fundit. Për atë nuk mund të shprehet asnjë farë dyshimi, pasi që këtë e vërteton edhe komisioni përkatës. Edhe ju mund t'ja uroni shpërblimin kryesor. Ne një urojmë se kemi shoq në ajtit. Tani urime edhe prej me, gëzuar suksese edhe në të ardhmen.
Kada i qerushën. Doni prap! Shikues të respektuar, pasi u bë verifikimi i kuponit shpërblyes për bilet kthyes me aeroplan për në Turqi, fituesi është këtu, prandaj edhe do ta dorëzoj antari i komisionit. Urdhroni, mund ta dorëzoni. Më lejoni që në emër të Radio Televizionit Tuskana të ju dhuroj shpërblimin të cilin e fitoi Ajet Haredini. Më vjen mirë që me Ajet Haredini takohemi për së dyti, unë në komision, kurse Ajeti për së dyti si fitues, edhe më vjen mirë edhe kështu që i uroj që edhe më të qetë në shpërblime më të mëdha. Urdhoni shok Ajet. Njerëz, edhe unë uroj çdo të mirë dhe suksese më të mëdha. Urime. Shumë Ju për së dyti herë jeni fituesi e lojës së madhe shpërblyese, njërën nga shpërblimet kryesore. Sa bileta i morët kësaj radhe? 14. 14 bileta, prej tyre njeri është fituesi një bilete. Fituesi biletës. Ju me siguri do të merrni pjesë edhe në lojët e ardhshme shpërblyese. Marrëm, pa marrë parasysh a fitoj ajo për 4-5 biljet, 20 biljet janë kur gjë. Ju uroj suksese. Gjithë sën fituan. Sigurisht. Në një fituan, në një do, po që të në shtekaj ka fat më të madh. Faleminderit shumë. Gëzuar. Ditën e mirë. Edhe njëherë urime pra. Faleminderit. Edhe rrugë mbar. Urime. Allah unë